Unie. Që di incizime në Radio Prishtinë nuk kanë, mirë po në Radio Gilan dëgjohen gati për çdo ditë. Udhëheqësi këtij grupi? Nasser Ibrahimi. Na I prezento shokët tu? Solo kitar Agron Kurtelani, ritëm kitar Sami Ahmeti dhe gitara ditë ritëm Mejit Ibrahimi. Që sa vite jeni si grup? Grupi është formu këhmesi vitit 1980, por kemë punu ashtu me pauze, me ndërprerje, për arsye se kushte për punë nuk kemi. Sa incizime keni në Radio Gilan? Kemi 8 incizime të tash. Në Radio Prishtinë nuk kemi, besoj se do të bëhet së shpejti, sepse tekstin e një këngës me kanë pranu, besoj se do të incizim së shpejti. Ne vetëm deshtëm t'ju prezantojmë që shikuesit të ju njohin edhe kështu nëpërmes ekranit, vetëm do dëgjojmë një këngë tuaj, në cilën? Bese. Ta dëgjojmë pra. Se karove putja me para takime tona msheta netët me hëna ti pse I karove ditët më të Jershat që ti shkrova, këngët që ti këndova, do ta thej kitarën, se mas më ngushton, do t'i shkyje I letrat, që kush I lezon.